Okej, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ne filluam diskutimin në fakt me të ftuarën tonë, por do ta Edhe ja, zhvillojmë. gjithmonë kështu mat na kapin. duam Sa të herë jemi dim duke tani diskutuar. Si mendon e ftuara jon për diskutimin që bëmë ne në studio? Në punë ishim ne duke folur, ishim nuk është se bëm ndonjë gjë. Po. Për temën apo rriten fëmijët para kohe. Apo rriten fëmijët para kohe. Mirëmëngjes Kledina Helshani, psikiatre fëmijësh. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Një korrigjim të vogël. Jam logopeda. Logopeda. Okej, në rregull. Mbajmë. E mbajtëm shënim patjetër në atë, patjetër. Kledina, ti e ke ndjekur edhe bisedën që bëmë ne në studio, po e nisim fillimisht nga ky termi të rritesh para kohe, çfarë do të thotë? Atëherë të rritesh para kohe në aspektin psikologjik është Po, vetëm pak më afër mikrofonit, të po, lutem. ndjes. Është okay. Atëherë në aspektin psikologjik dhe psikologët e përdorin si termin adultifikim, pra ku fëmia nuk ka emocione, nuk i përjeton emocionet konform moshës së tij biologjike. Kemi përshpejtimin e ritmit të rritjes, pra është ajo të funksionuarit si një adult dhe mos të dashurit të përjetuarit ndjesi konform moshës biologjike dhe është për të ardhur keq, është për të ardhur Po nga keq. vjen ky presion i madh dhe dëshira për të dukur edhe për të sjellë si i rritur, se edhe ne kemi qenë fëmijë, edhe kemi patur modelet tona. Pa diskutim, për mos harroj që në ditët e sotme ekspozimin ndaj informacionit dhe informacioneve të gabuara është shumë herë më i lartë. Pra nuk ekziston fare kontrolli parental control ndaj informacionit që fëmia ekspozohet dhe fëmijët sot thjesht e gjejnë veten në një hapësirë ku kanë më shumë informacione se sa ata mund t'i përpunojnë dhe ta kontekstualizojnë informacionin, pra marrin informacione që janë totalisht jashtë moshës së tyre biologjike dhe ato, siç e thatë edhe më parë në studio, e marrin gjën shabllon. Nuk arrin ta përpunojnë këtë informacion, siç mund ta përpunojë një i rritur. Pa nuk është detyra e prindit në fund të ditës për të kontrolluar këtë informacion dhe për të shpjeguar informacionin që fëmia nuk e përpunon dot. Pa diskutim, për mos harro që fëmia duhet të ekspozohet ndaj informacioneve konform moshës biologjike. Pra nëse ne këtyre fëmijëve i japim akses për të marrë informacione dhe për të mos patur asnjë lloj kufizimi ndaj informacioneve që ata marrin, normalisht që ata nuk janë në gjendje ta përpunojnë dhe ta kontekstualizojnë atë informacion. Pa diskutim që prindrit duhet të jetë shumë i Pra hapi vëmendshëm. të kufizojmë këtë akses, një akses të limituar. Dëgjoj, në ditët e sotme ka shumë opsione që prindi pavarësisht se fëmia e ka një telefon, po flasim për fëmijë të moshës 8-10, pra preadoleshencial, e ka një telefon, është opsioni. Për t'i bllokuar është opsioni, disa gjëra, mjafton një opsion i vogël. Po mirë, opsionet janë, po prindrit duket sikur gjithmonë më shumë janë bërë më të ndjeshëm dhe në rastet kur duhet të përballen me fëmijët e tyre, atëherë dorëzohen. Pra i vërtet mund të ketë atë kontrollin prindëror në pajisjet që fëmia përdor, po vjen një moment ku fëmia fillon dhe bëhet pak më agresiv se ç'duhet. Përplas këmbën në tokë, ulëri në shtëpi dhe thot dua patjetër, është gjëja ime, kush e ti të mandalosh mua, do iki fare, do më kërcënime të çdo lloj natyre dhe aty prindi dorëzohet dhe thot okay, vetëm fëmia im të jetë mirë se më duket se do përjetoj ankth dhe stres. Dëgjoj, në ditët e sotme është shumë e vërtet. Më parë thanë, do me thënë, nga e kupton fëmia, pse thot fëmia që unë jam duke përjetuar ankth. Në fakt është pikërisht kjo përshpejtimi i rritjes, që në mënyrë të pavetëdijshme e fut fëmijën në gjendje konfuzioni dhe në gjendje ankthi. Pikërisht nga kjo mbidoza e informacioneve që fëmia merr dhe tejkalimi i hapave të zhvillimit kognitiv. Zhvillimi kognitiv lidhet drejt për së drejti me të kuptuarin, pra është i kuptuari i fëmijës. Dhe kur ne këto hapat i tejkalojmë, i kalojmë mund t'i çojmë në një krizë emocionale, mund t'i lëmë boshllëqe në identitet. Pa diskutim. Dhe unë kam patur raste konkrete dhe i kam parë tantrumet që zhvillohen pikërisht për heqjen e telefonit ose të ekraneve ndaj fëmijëve dhe ideja është që prindi duhet të duroj pak. Se po e bën për të mirën e fëmijës. Fakti që ti ja ke kufizuar, ja ke hequr, po jep një mësim dhe këtë duhet të mendojnë, që janë duke i dhënë një mësim. Kledina, në fakt është një perceptim brezash ky apo me të vërtet fëmijët sot po rriten, po piqen më herët emocionalisht dhe psikologjikisht. Pra nuk është thjesht
perceptimi jon se brezi më përpara ka qenë kështu edhe Pikërisht. kemi pasur Pikërisht këtë do të thoja që nuk ka lidhje me perceptimin e brezave, kjo gjë është duke ndodhur. Kjo gjë është duke ndodhur pikërisht nga mbidoza e informacionit, po ekspozohen shumë më herë ndaj informacionit fëmijët e sotëm, po futen ndaj presioneve dhe streseve që ne të rriturit i përjetojmë në përditshmërinë tonë, po për ne është normale, sepse vetë jeta është bërë e tillë, të gjithë ne jemi në atë vrapin e përditshëm, po ama një fëmijë Ledina, po duke qenë jeta e tillë, a nuk duket se po humbet fëmijëria si fazë zhvillimi? Dëgjë, nuk po humbet, po transformohet. Po transformohet sepse ne nuk kemi më lojën e lirë që ju e përshkruat shumë mirë. Kemi mini të rritur, imitim të sjelljeve të rriturve. Dhe këtë doja të thoja, këto imitimet e të rriturit dhe të funksionuarit si një rrituri nën presion nuk sjellin pjekuri emocionale. Pra imitimi i sjelljeve të rriturve nuk do të thotë që ka pjekurinë emocionale për të qenë një i rritur. Dhe pra si etap biologjike nuk është se po humbet, por rrezikojmë shumë të heqim një provojë emocionale, sepse vetë fëmijëria nuk duhet të konsiderohet si luks, dhe më vjen shumë keq për këtë që në shumë pak fëmijë e përjetojnë atë fëmijërinë e bukur, pra ku ata luajnë dhe din të luajnë. Unë ditë sotme nuk po shoh më fëmijë që din të luajnë siç luanim ne. Vërtet. Nuk din të luajnë me tokë, nuk din të bëjnë asnjë lojë. Edhe prindrit janë dorëzuar, edhe ka nga ata prindër që nuk zgjedhin as disiplinën. Është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet dhe kjo mendoj që lidhet me mbi ngarkesën e ditës. Pra në ditët e sotme prindrit e kemi një punë është luks, do thoja unë, po ke thuajse të gjithë me 2 punë. Dhe ndihen të detyruar për të siguruar, do me thënë ato ecin me të bërin më të mirën për fëmijën e tyre, duke i siguruar disa të mira materiale, por në këndvështrimin tim nga ana tjetër janë duke shkaktuar disa dëme në zhvillimin emocional dhe psikologjik të fëmijëve në mënyrë të pavetëdijshme, sepse asnjë fëmijë, asnjë prind nuk e bën këtë në mënyrë të vetëdijshme. Nuk do të dëmtoj fëmijën e vet. Pa diskutim. Dhe është më mirë ndonjëherë që t'i sigurojmë më pak të mira materiale, por ama t'i japim një siguri emocionale. Të rrisim, fëmijët janë ardhmja jonë. Të rrisim fëmijë të shëndetshëm që të kthehen në një të ardhme në të rritur, funksional dhe të dobishëm për shoqërinë tonë. Po ndoshta edhe prindi ka frikrat e veta dhe mendon që edhe mund të gjykohet nga fëmia për gjërat që nuk ka arritur dot t'i sigurojë, që ndoshta prindërit e tij nuk e kanë siguruar dot. Janë këto traumat që marrin me vete prindrit pastaj. Ndodh, prandaj është ajo që ne duhet të bëjmë atë thyrje, ne si të rritur, në momentin që bëhemi prindër, duhet të bëjmë atë thyrjen e traumave. Unë mendoj që kemi boll informacione në ditët e sotme dhe mos të përsëriten ndoshta gabimet të shkuarës, se në një farë mënyre ne jemi rritur duke luajtur. Ti the që merrnim atë bukën me vete, ishim në lagje duke luajtur. Sa shijonte ajo? Shijonte vërtet shumë. Dhe ndërsa në ditët e sotme çfarë po shohim? Unë shoh çdo ditë, do të thënë mjafton të dalim poshtë kafja, poshtë pallatit dhe ne shohim ato fëmijët me telefonin në tavolinë me telefonin në tavolinë dhe shohim një prind i cili po mundohet thjesht ja marrë dhe është ajo e bërtitura standarde. Ose shikojmë edhe një prind që është vetë në telefon gjatë gjithë kësaj kohe dhe kjo mua më duhet më e trisht akoma. E di çfarë më duket më e trisht, më duket po e lidh me këtë që ti sapo the, është prindi që qëndron në telefon dhe shpesh herë ti shikon fëmijë që mundohen të tërheqin vëmendjen. Dhe i ke prindrit që thon, jo tani. Merre, shiko, aty diçka në telefon dhe kjo është më nga diku tjetër. Tani se mua nuk më rrihet, nuk është se dua ta nxjerr keq teknologjinë, se s'ka nevojë, po që sa herë vjen puna, sa herë vjen puna tek teknologjia dhe tek inteligjenca artificiale dhe rrjetet sociale, unë bëhem pak i ndjeshëm këtu dhe aq më tepër kur tani po flasim për një moshë delikate siç është fëmijëria. Nga ana biologjike, truri një fëmije 8 ose 10 vjeç përballon gjithë të informacion që merr gjatë gjithë ditës deri në fund të ditës, sepse ka atje duke luajtur, duke parë informacione të ndryshme, video që s'kan pik interesi. Dëgjoj, këtë do ta kap më pak më shkencërisht. Domethënë neuroshkenca është shumë e qartë.
korteksi prefrontal, që është përgjegjës pikërisht për gjykimin, për reagimin ndaj impulseve, për filtrimin e informacionit, nuk është i zhvilluar plotësisht deri në moshën 20-25 vjeç. Okay. Pra ne kemi një fëmijë, ti më morë shembullin, një grup fëmijësh 8 deri në 10 vjeç, të cilët po e marrin pjesërisht këtë informacion, por nuk janë në gjendje të bëjnë filtrimin e informacionit, përpunimin e këtij informacionit, kontekstualizimin e këtij informacionit si një i rritur. Pra nëse do themi po informacioni merret, ama po zhvillohet në mënyrë funksionale, jo. Është e pamundur, nuk e kanë aftësinë ta zhvillojnë në mënyrë funksionale këtë informacion. E marrin shablon informacionin. Po kjo mbi ngarkesa e fëmijëve me kurse edhe aktivitete gjatë gjithë ditës është një lodhje e shtuar. Dëgjoj, edhe fakti që fëmijët sot mos ja vendosin vetëm ekranin, edhe kjo mbi ngarkesa, nga mëngjesi deri në darkë, fëmijë që nga ora 8 e mëngjesi deri në 8 të darkës i sheh rrugëve, ma lejoni termin kur them rrugëve, jashtë ambienteve të shtëpisë, larg prindërve, çfarë do marrë, kush do i mësoj? Normalisht që ndikon. Do me thënë ti po thua, unë e kam çuar në një kurs që fëmia im të mësoj një gjuhë të huaj, fëmia im të di të këndoj, të kërcej, ose varet se çfarë kursi ata zgjedhin të shkojnë, por kush po ta arrit fëmijën? Kush është për të në momentin që ai fëmijë mund të ketë një problem? Kuj duhet i drejtohesh? Ti nuk po i jep mundësinë fëmijës tënd dhe rehatin fëmijës tënd që të shprehet me ty, sepse figura jote prindërore për të është vetëm në darkë, të shikon po është mami, dha ushqimin përpara ose është babi, dhe po e çon në terrac, po e përkëdhel përpara gjumit, po. Kledina, unë mendoj diçka tjetër, po jap kështu, po futem tek pjesa ime personale, që në vend që të evolojmë duke sikur po kthehemi pas në kohë. Do të thënë tek brezi i gjyshave tona ose stërgjyshave tona që martoheshin të vogla, edhe nuk e di pse ka një dëshirë shumë të madhe tek brezi i ri, bashkë me konfirmimin e prindërve që të futen në raporte intime shumë herët. Sepse ndoshta ky është trendi i momentit. Kjo është qasja perëndimore. Nuk duam të dukemi të prapambetur. Dhe bashkë me konfirmimin e prindërve? Mendoj që po, sepse prindi thotë më mirë ti jem në dieni edhe ta di se çfarë po bën fëmia im, që ka një shok apo ka një shoqe. Nuk e dim pastaj sa herë të futen në marrëdhënie intime. E qartë. Po që mund të jenë të lidhur edhe të kenë një shok apo një shoqe, kjo gjë po ndodh. Dhe mua më duket si kthim pas në kohë. Pa diskutim. E mendoj shpesh edhe unë këtë. Do me thënë, ne dalim në ditët e sotme dhe ky nuk është emancipim. Pa diskutim. Po e marrim të keqen perëndimit, them unë gjithmonë. Dhe në ditët e sotme ne dalim në për protesta, ngrejmë zërin për raste kur martohet 16 vjeç, 15 vjeç me miratimin e prindërve ose edhe pa miratimin e prindërve, dhe në fund të ditës ne vetë po zgjedhim të gjë. Do me thënë, ne i themi po të keqen mami, ti mund të dalësh, dil me shokun tënd. Po ndërkohë kam përshtypjen është edhe ajo frika që nëse ja ndaloj në mënyrë kategorike do e bëj fshehurazi dhe do gaboj akoma më shumë. Do unë nuk do jem në dieni. Unë mendoj po t'i japësh, ta trajtosh fëmijën e vërtet në mënyrë shoqërore, pra që të jesh shoku shoqja e tij më i ngushtë, që t'i japësh rahatin, sidomos po flasim për një adoleshencë, preadoleshencë, që dihet të gjithë kemi kaluar, si kemi qenë, domethënë jepi atë rahatin që të flasi, të komunikoj, shpjegoja dhe tregoja ku qëndron e mira dhe ku qëndron e gabuar. Do kem plot kohë për ta përjetuar atë dashuri. Për të përjetuar çdo gjë që në jetë në kohën e vet, si thua, në moshën kur duhet, siç kemi bërë edhe ne. Shumë durim, shumë përqendrim, shumë dëshirë dhe kohë nga prindi për të kaluar me fëmijën. Gjeje. Po, më duket se më vjen keq. Më duket. Po mirë, ti me këtë teori jam dhe unë. Që vetë gjove, me vetë dijen më të plot. Po, Franci thotë gjeje kohën. Bëje kohën. Dina, e kanë të lehtë prindrit sot të gjejnë kohën për të qenë aty për fëmijët e tyre? Nuk e kanë të lehtë, është ajo që të thash paraprakisht, sepse ata duan që t'i sigurojnë sa më shumë të mirat që atyre ndoshta i kanë munguar në fëmijërinë e tyre. Dhe është ajo që si ta thash, nuk është se ata po ecin me idenë për të dëmtuar fëmijën e tyre. Por kanë zgjedhur rrugën e gabuar. Kanë zgjedhur mendoj rrugën e gabuar. Gjën e gabuar për t'i plotësuar. Janë dy partner në shumicën e raste, nuk po flasim për raste kur mund të ketë ndodhur një fatkeqësi ose njëri nga ose në këto të rejat që kanë nga 3-4 prindër ose edhe nga këto ndodh me patjetër, ose më shikon atë. Por ideja është kur jeni partner, jeni njëri nga të dy, le të themi, nuk është nevoja
ta mbingarkoj veten me orare të stërzjatura në punë. Për mua idealja do ishte që prindrit të kalonin kohë kualitative me fëmijët e tyre. Dhe kur them kohë kualitative, është gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë javës, jo vetëm një ditë në fundjavë ose mbi ngarkesa me kurse, aktivitete. Kurse, do me thënë, nuk është nevoja, mendoj. Mjafton të bëjmë njërin nga të dy, po themi të bëj një punë dhe mendoj që kam përshtypjen nënat janë një çik më shumë të dedikuara dhe më të përfshira në këtë aspekt. Dgjoj, jo gjithmonë, varet se pastaj unë them këtë, varet se çfarë ti vendos prioritet të jetës tënde. Shumë njerëz vendosin karrierën prioritet të jetës së tyre. Po kjo është gabimi më i madh që ti mund të bësh, sepse nëse ti humb fëmijën tënd, ne si shoqëri po humbim një fëmijë të së ardhmes. Ai fëmia në të ardhmen do jetë pjesë e kësaj shoqërie. Çfarë do bëhet ai fëmijë në të ardhmen? Kush do jetë? Dhe ardhmja po duket sikur do jetë akoma dhe më shumë individualiste dhe egoiste, sepse dikur edhe me lojën që përmendin Ada, kjo loja në komunitet na krijonte miqësi që mund të zgjasnin ndër vitet. Tashmë fëmijët nuk kanë një javë një shoqe që e njohën papritur, javën tjetër një tjetër, javën tjetër një tjetër dhe marrëdhëniet afatgjata duket sikur nuk do ekzistojnë më. Nuk do ekzistojnë. Dgjoj, ndonjëherë di çfarë mendoj edhe profesionet e mirëfillta po humbasin. Jo vetëm funksionimi në mënyrë të shëndetshme si individ në shoqëri të së ardhmes që po vendoset realisht në krizë, por që edhe profesionet e mirëfillta po humbasin, se çfarë na bëjnë këto rrjetet sociale. Po ti pyesësh fëmijët sot çfarë do të bësh, unë dua të bëhem bloger, unë dua të bëhem influencer. Edhe sigurojnë para për familjen e tyre, duke bërë video pafund edhe nëpër biznese. Çuni im punoj i vogël thotë ai, e nxjerr vet lekun. Unë do thoya çuni tim po e shfrytëzoj që të vogël. Dëgjoj. Nëse të gjithë fëmijët do bëhen bloger, influencer të së ardhmes, ku do i kemi mësuesit? Ku do jenë doktorët? Do t'i marrim nga Filipinat. Ku do jenë hidraulikët, elektricistët? Unë në përditshmërinë mund të them që në një klasë paradite në shkollë ku jam, në një klasë ku janë 35 nxënës, ndër ato 35 nxënës mund të jenë 5 të cilët mendojnë për profesione të mirëfillta dhe dëshirojnë të vetëm 5. Dhe çfarë duan të bëhen? Të thash shumica? Pjesa tjetër. Pjesa tjetër po. Të thash duan të bëhen blogger, influencer, të famshëm, duhet të është ky trendi i popularitetit, i like-eve, kush ka më shumë like është më i pëlqyer në publik, ai është më i ndjekur i unë si ai duhet të bëhet. Edhe fëmijët do të bëjnë like po fillojnë edhe. Okay. Po sepse ai është shembulli që shikojmë për ditë. Tani kam një pyetje që në fakt është shumë personale dhe shumë e ndjeshme për mua sepse ka të bëjë me librin dhe me letërsinë. Si ka mundësi që fëmijët sot nuk ju hapet ajo rruga e letërsisë që kur janë në moshën kur mund ta përqafojnë për të mos e harruar gjithë jetën librin. Pra, kur jenë në një moshë delikate siç është fëmiria, më përpara përqafon një telefon ose një laptop ose këto mjete teknologjike, sesa në fakt siç duhet të ndodh, duhet të jetë libri i pari që të jetë në dorën tënde për të shoqëruar pastaj gjatë gjithë jetës. Të paktën kjo ka ndodhur me mua dhe me një pjesë të mirë të brezit tim që e kemi dashur letërsinë që të vegjël edhe nuk na ka braktisur asnjëherë as ne atë. Vazhdon ndodh. E kemi dashur më shumë shkollën, le të themi, po edhe por letërsinë, librin si ajo pastaj vjen në familje, Franc. Nëse ti ke prindër që rrin gjithkohës në telefon dhe s'kan një ti ke shtëpi, s'kan një bibliotekë, s'kan një patjetër. Po dëgjoj, është për të ti kape një temë, një pikë të kësaj teme shumë interesante. Është shumë e vërtetë që shembulli merret nga familja dhe nëse ti e shikon prindin tënd në telefon, do e marrësh shembullin për të lexuar. Por e di si është ideja UNESCO nxori në mbrojtje shkrimin e dorë, sepse po zëvendësohet me shkrimin digjital. UNESCO të dua. Nuk din të dua shumë UNESCO. Jo vetëm që nuk din të shkruajnë, po dhe nuk din të lexojnë më. Dhe kush ka kohë për të lexuar, Ledina? Nuk është më një voice aty edhe mbaron. Nuk kam kohë bëhet. Shumë demode. Ato provimi në shkollë se bën dot me voice. Jo, di si është ideja, ne me duart tona, po mbledhim dhe po shkojmë drejt një ignorancë kolektive. Analfabetizëm funksional, të mirëfillt. Është bërë një film, nëse keni parë që vendosin të ngrihen dy njerëz të cilët kishin një inteligjencë
normale. Mesatare. Dhe mesatare shumë të, jo, domethënë të përditshmërinë tonë dy njerëz të shkolluar që kanë njohuri lidhur, njohuri bazike, njohuri të përgjithshme lidhur me tema të ndryshme dhe ndodh që t'i bëjmë friz për 100 vite nëse nuk gaboj. Ndodh një keq funksionimi i aparaturave dhe ndodh që shkojnë shumë vite dhe ai filmi për mua kap më së miri realitetin drejt të cilit ne jemi drejtuar. Do me thënë, ato zgjohen dhe thjesht ndodhen në një ambient ku ai informacioni tyre ato ishin gjeni. Po. Ato ishin gjeni për kohën, sepse nuk dinin njerëzit më sa bën 1+1, 2+2. Mjekësia ishte degraduar. Do me thënë makina e kohës na pas ka çuar shumë larg. Ai film ishte, por kur e kam parë këtë kam menduar dhe më ka ardhur si keq. Apo shkojmë realisht drejt kësaj gjëja, apo shkojmë drejt analfabetizmit. Po përderisa edhe fëmijët sot kur ju pyet edhe për profesione përveç asaj të blogerëve dhe të influencerëve duan shumë që të bëhen njerëz që merren me teknologjinë, të bëhen IT sepse kjo të sjellë mjafton ta zotrojnë se ç'duan të jenë profesionistë për punën e tyre, patjetër që po. Nëse një fëmijë do kishte ëndër të bëhet si Bill Gates. Pse jo? Është model i madh. Shkenca po ecën shumë, çdo ditë po zbulohen gjëra të reja dhe nëse një fëmijë do kishte ëndër, do kishte dëshirën, do kishte kapacitetet për të marrë me teknologjinë, me IT-n, me programimin që në moshë fare të re, për mua është për të duar trokitur. Patjetër. Modelet që janë sot për fëmijët janë modele Big Brother, kështu që mund të kesh edhe fëmijë që duan të futen në Big Brother kur të rriten. Për t'u rikthyer temës edhe ndoshta edhe për ta mbyllur me këtë, çfarë mendon për këtë qasjen që ndoshta është thjesht një fazë? Nuk mendoj që është thjesht një fazë. Nuk mendoj që është një fazë për arsye sepse zhvillimi kognitiv i fëmijës ndodh me faza. Kjo mbingarkesa e ekspozimit, informacioni që ato marrin, informacion pa filtra, vendosja më herët në botën e të rriturve i bën ata që këtë fazën e zhvillimit mos ta tejkalojnë ashtu siç duhet, sepse mbingarkesa dhe mos përpunimi i informacionit ashtu si duhet mund sjell shumë boshllëqe te ta. Sjell shumë boshllëqe, e di çfarë, në psikologji thuhet që çdo fazë e zhvillimit shoqërohet nga një krizë psikologjike e cila kalon në mënyrë të natyrshme dhe kjo bën shumë sens si fjali edhe në edhe po ta dëgjosh në që do të thotë si do të jetë ardhmja e këtyre fëmijëve në aspektin psikologjik. Në aspektin psikologjik këtë dua të them, nëse ne po i heqim kohën, kur them heqim kohën dhe ne këto fëmijë po i detyrojmë në thonjza të rriten përpara kohe, ne nuk po i japim mundësi që këtë krizë psikologjike ata ta kalojnë në mënyrë të natyrshme. Pra ajo të kalojë vetë ashtu siç duhet të kalojë në mënyrë të shëndetshme. Dhe sjellim shumë boshllëqe në identitet. Mund të sjellim realisht shumë boshllëqe në identitet, konfuzion. Kjo mund të pasojë me depresion, pastaj mund kemi një brez depresiv. Dhe një këshill të fundit për ata prindër që ndoshta dihen të pasigurt në rritjen e fëmijëve të tyre me gjithë këto problematika që ne përmendëm. Unë do i këshilloja të kalonin më shumë kohë me fëmijën e tyre, të kalonin kohë kualitative. Mos të arrisin fëmijën të tjerë. Ti që duhet të arrisësh fëmijën tënd. Të gjithë do bëjmë gabime në gjatë rritjes së fëmijëve, po ideja është që këto gabime që ne do bëjmë për rritjen e tyre mos të ndikojnë negativisht në zhvillimin e tij. Ka qenë batut filmi kjo, të arrisi lagja? Ajo është për Sandrin, është tjetër gjë. Ajo megjithatë e morëm këtë këshillën, duhet bëjmë fëmijë njerëz që të rrisin. Vetëm ja këshill që nuk ka bën kurrë. Faleminderit shumë Kledina. Kledina, shumë faleminderit. Faleminderit ju shumë. Gjithmonë e mirëpritur në Zgjo po deshe. Ditë të mbarë sot. Gjithashtu dhe ju. Ne vazhdojmë po. Do dëgjojmë edhe një këngë? Do vazhdojmë me një këngë, po unë me Nadën do vazhdojmë të rrim edhe pak. Për të harruar çdo gjë. Pranë